Mirë, ne në këto momente do të ndalemi në intervistën e parë për ditën e sotme dhe në fakt minutat në vijim do ja kushtojmë sigurisë ushqimore. Një ndër temat më kryesore nëse do të flasim për sigurinë ushqimore dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë kam të ftuar në studio zonjën Ana Vuksani, e cila është pedagoge. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Dhe unë dua ta nis me një pyetje të thjeshtë. Sa të sigurta janë produktet shqiptare që shkojnë te konsumatorët dhe cila është rruga më pas që Shqipëria duhet të ndjek për të futur në Bashkimin Evropian përsa i përket sigurisë ushqimore? Atëherë, për të thënë se sa të sigurta janë produktet ushqimore, mjaftojnë dy deklarata të kryeministrit shqiptar e para 7 ose 8 muajsh, ku në mënyrë eksplicite kryeministri shqiptar deklaroi që autoriteti përgjegjës AKU-ja ka bërë më shumë keq se sa ka mbrojtur konsumatorin për të mos u prekur nga rrisqet potenciale që shkaktojnë ushqimet. Kjo ishte deklarata e parë dhe deklarata tjetër është para pak ditësh, po, në të cilën tha që në këto kushte që ne kemi sigurinë, pra potencoj sigurinë ushqimore, dhe tha në këto kushte që ne jemi, do më thëmë, me sigurinë ushqimore që kemi, ne jemi të pa integrushëm. Pra, nuk ka nevoj të flasë më unë, nuk ka nevoj të thuet gjë tjetër, pra është me dy deklarata, jemi totalisht të pasigurt për ushqimet që ne ham. Pse e them këtë? Përveç këtyre skandalet, tani jemi pak në periudhë pauze, por shumë pak kohë jemi në bazë vitit të ri, dhe i kemi diskutuar, zini njëra tjetrën, ka probleme nga të gjitha llojet. Dhe kjo vjen si rezultat, sepse zinxhiri i kontrollit në fakt që donë totalisht. Pra çdo hallk e kontrollit nga ferma në tavolinë ka probleme. Dhe kjo vjen si rezultat jo vetëm i reformimit, jo vetëm i strukturave përgjegjëse, po i vetë mënyrës se si është reformuar dhe mënyrës se si kryhet puna nga këto institucione. Pra sa të aftë janë të realizojnë detyrat për të cilën janë ngritur dhe funksionojnë. Le të themi, institucione që paguhen me taksat tona, pikërisht për të garantuar të drejtën themelore që ka njeriu të ushqyerit shëndetshëm. Dhe jemi ne ku duat, për sa kohë mund të shkojmë ne drejt BE-s. E para njëherë kryeministri potencoi sigurinë ushqimore pikërisht për faktin, më besoni, është një nga kapitujt më të vështirë, jo më, po më i vështirë për të përmbushur. Sepse ju thash, neve kemi probleme shumë të mëdha në të gjitha hallkat e sistemit të garantimit të sigurisë ushqimore. Një nga këto hallka shumë e rëndësishme është sistemi i gjurmimit. Pra, ne nuk kemi në asnjë rast, në të gjitha rastet që ne kemi pasur probleme me një risk potencial të shfaqur nga ushqimi, institucionet përgjegjëse, sepse siguria ushqimore ka 4 institucione përgjegjëse, kanë dështuar për të gjetur shkakun nga ka ardhur ky problem. Dhe ky është një problem shumë i madh, sepse ti nuk je në gjendje të parandalosh për herën tjetër. Dhe shumë shpesh ne jemi përballur me mungesën e transparencës nga institucionet përgjegjëse, edhe pse në fakt informimi i konsumatorit është detyrim ligjor, jo vetëm që nuk është bërë, jo vetëm që nuk është njoftuar në kohë reale konsumatori, por në të gjitha rastet është njoftuar mbasi 70, 80 deri 90% e produktit, për të mos thënë 100% në disa raste, është konsumuar nga konsumatorët. Dhe kjo, përveç pjesës që ka zero garanci për konsumatorin, për sigurinë e ushqimit, kjo ka dhe një problem tjetër, që i mohon konsumatorit të drejtën për të zgjedhur ushqimin që do, sepse duke i ditur që cili nga këto subjektet ka probleme, unë detyrimisht do shkoj të blej atje ku produktet mendohen ose institucionet thonë që janë më të mira. Janë më të kontrolluara dhe mbas kontrolleve kanë rezultuar që i plotësojnë standardet e legjislacionit kombëtar dhe natyrisht ato minimale europiane. Se themi neve që
Siguria ushqimore është një ndër pikat më të vështira për të përmbushur në mënyrë që Shqipëria të përmbyll ato kapitujt e saj për të integruar në Bashkimin Evropian. Unë citova një pjesë të tyre, por... Citove një pjesë. Pse kemi kaq të vështirë, ndërkohë që duhet ishte e para që duhet kishte kaluar pas një lloj diskutimi? E para Se po flasim për sigurinë ushqimore. E drejt. Atëre, diskutimi, ajo që mua më shqetëson më shumë në gjithë të situatë është fakti që u desh që ne të jemi të duam të aderohemi në BE, që ne të kuptojmë dhe të pranojmë se ku jemi. Dhe ky është një problem shumë i madh, sepse ne kemi kaq vite, një pjesë e madhe eksperte, një pjesë e madhe e mediave kanë folur për sigurinë ushqimore, pra për problemet që ka. Dhe u desh që ne të aderojmë për të qenë një vend antar i BE-s, që të kujtoheshe që edhe këto konsumatorët shqiptar kanë konsumuar produkte, le të themi, të pasigurta, se këto dy deklarata që ka bërë më shumë dëm, dhe ne jemi të pa integrueshëm, tregon që ne kemi probleme të rënda, apo jo? Kështu që ne duhet, pra, përveç kësaj pjese, ka edhe diçka tjetër. Ne kemi një institucion sot. Pse themi? Ne kemi një institucion sot, që është Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që para 7 apo 8 muajve, kryeministri tha që është i pezulluar dhe do të merren masa që jo vetëm të ristrukturohet institucioni, po të vlerësohen kapacitetet tekniko-profesionale dhe u vlerësuan kapacitetet tekniko-profesionale, shumë mirë që u bën Universiteti Bujqësor, dhe u bën patjetër. Ku është produkti? Jo, nuk kemi sistemuar. U sistemuar në mënyrën e kontrolleve, ashtu sikur se deklaroi kryeministri. Atëherë ne menduam që do rivlerësonim kapacitetet tekniko-profesionale për të bërë trupa inspektuese që janë të aftë të kryejnë kontrole sipas standardeve të vendosura. Në fakt, akoma nuk ka një informacion, as vetë inspektorët që janë nështruar këtij vlerësimi nuk e di nëse do të jenë më punonjës të AKU-s apo jo. E kanë kaluar këtë test apo jo. Dhe statusi që institucioni është i pezulluar, mua natyrshëm më lind një pyetje. Tani që kemi këtë institucion të pezulluar që kryen vetëm një numër të vogël kontrollash, pra nuk realizon më planin, a jemi më mirë apo jemi më keq? Ta japim përgjigje pas hapësirës publicitare? Publicitet.
publicitare. Pra thamë që po tani mbas 9 muajsha jemi më të sigurt. Pra në momentin, në të gjitha rastet, unë ju mësoj studentëve të mi që në çdo moment që ti harton një strategji, pra duhet të ndërmarrësh masa, në çdo biznes ti ke strategji afat shkurtra dhe strategji afat gjata për të realizuar objektivat dhe për të përmbushur misionin që ti ke. Dhe ne nuk kemi akoma një strategji të qartë nga qeveria shqiptare, është shumë mirë që reflektuan që më së fundi pranuan që ne kemi shumë probleme me sigurinë ushqimore, u pezullua institucioni, por duhet kishte një strategji të qartë se çfarë masash do marrin për të përmirësuar sigurinë ushqimore. Dhe strategjia duhet fillonte që nga ndërgjegjësimi i konsumatorit, pra të gjitha këto fazat, vlerësimi i kapaciteteve tekniko-profesionale, ristrukturimi i të gjithë strukturës, pra që duhet filloj që nga Ministria e Bujqësisë. Pra te Ministria e Bujqësisë nuk ka drejtori të mbrojtjes bimëve, për shembull. Duhet të filloj në gjithashtu ka profesionistë, të cilët mund të jenë muzikant, jurist, është e mbushur Ministria e Bujqësisë. Respekt për këto profesione, por jo te Ministria e Bujqësisë, dhe veterinerët dhe agronomët që duhet të jenë kryesorët sepse janë politik bërës. Përveç faktit që numërojnë me gishtat e dorës në ministri dhe nuk janë në pozicione drejtuese për të bërë politika adekuate pikërisht për të ndihmuar përmbushjen e standardeve. Por nuk është morëm vetëm problemin që ka zinxhiri i kontrollit, pra mekanizmat që kontrollojnë ushqimet tona. Për të futur në BE, probleme do kenë edhe operatorët e biznesit ushqimor, pra dhe subjektet. Sepse një pjesë e madhe e tyre, një pjesë e mirë e tyre, do të mbyllen, do të shkojnë drejt mbylljes, sepse nuk plotësojnë standardet që ka BE-ja për të vazhduar, për të funksionuar. Dhe problemet konsistojnë të teknologjia e vjetër që kanë, duhet që patjetër të përdorin sistemin digital të gjurmëshmërisë, duhet patjetër të implementojnë sipas aktivitetit që kanë sistemin autokontrollit HACCP, sepse sistemi autokontrollit përmbush standardet. Pra, brenda një sistemi autokontrollit ti ke sa herë do pastrosh, cilat janë mjetet e pastrimit, është monitorimi i temperaturave, është trajnimi, është frekuenca analizave, pra të gjitha këto ti i bën për të mbrojtur pikërisht qytetarin. Tjetër gjë, sistemi digital i gjurmëshmërisë. Sot që po flasim, pavarësisht kontrolleve dhe pavarësisht këtyre institucioneve, vetëm 1/4 në fakt ka një sistem gjurmëshmërie. Dhe nuk është normale që inspektorët e AKU-s edhe në për studio televizive thonë që sistemi gjurmëshmërisë bëhet me fatura. Fatura nuk është element mund të luftoj evazionin fiskal, por nuk është element i cili mund të shërbej për gjurmëshmërinë e produktit, sepse nuk ka një numër loti që të qonë eksaktësisht te problemi, tek më falni produkti që ka paraqitur probleme të caktuara. A mund të bëhet bashkëpunim me Bashkimin Evropian për të arritur këtë lloj standardesh dhe këtë lloj gjurmëshmërie? Atëherë, për produktet shqiptare dhe për atë se çfarë realisht konsumohet në Shqipëri. E para njëherë ne do fillojmë me, si të thuash, një proces screening të bazës ligjore që operon aktualisht. Ky proces do shikoj se deri tani ne kemi pasur përafrimin me rregulloret e BE-s në pjesën më të madhe të ligjeve, por në përqindje të ndryshme sipas kushteve specifike të vendit. Tani ato do të shkojnë 100% pra sipas akit të BE-s. Kjo është faza e parë. Por në fakt, në këtë situatë që jemi për të na ndihmuar BE-ja, nuk ka ardhur si rezultat i mungesës së akteve ligjore. Ka ardhur si rezultat i mos funksionimit, i mos zbatimit të tyre. Pra ka pas probleme me zbatimin, pra me kryerjen e kontrolleve sipas standardeve. Problem tjetër shumë i madh që kemi sot është mungesa e laboratorëve. Është mungesa e theksuar e kapaciteteve laboratorike në mënyrë të tillë që ne të garantojmë kryerjen e analizave sipas standardeve. Problem tjetër shumë i madh që ka sot ekonomia shqiptare. Ne nuk i kemi kapacitetet laboratorike. Absolutisht jo. Ne nuk kryejmë një sër analizash që i kemi diskutuar këtu. Nuk kemi fare kapacitete laboratorike shtetërore në cilat mund të kryejmë analiza. Për shembull, ne nuk shteti shqiptar nuk mund të kryej analiza për sa i përket aditive, ku futem edhe produktet më të rrezikshme për shëndetin e njerëzit, siç janë ngjyrusit, konservantët, emulsantët, pra të gjitha këto ne nuk kemi analiza për t'i bërë. Po ju marr një shembull konkret për ta kuptuar konsumatori.
Ne të gjithë blejmë pak më shtrenjtë dhe jemi të fokusuar ata që kanë pak më shumë të ardhura drejt bukës së zezë, sepse pretendojmë që është më cilësore dhe është më e mirë për shëndetin. Po si ta vërtetojmë? Në fakt, sot, shteti shqiptar nuk mundet që të verifikoj nëse kjo bukë ka ardhur ka ngjyrën e zezë si rezultati i cilësisë së grurit të përdorur apo si rezultati i ngjyrusëve të shtuar, sepse nuk ka kapacitete laboratorike për ta bërë këtë gjë. Tani ka dy gjëra këtu. Nuk ka apo nuk do? Nuk ka. Nuk ka kapacitete laboratorike. Nuk mund t'i kryej. Ashtu po ju marrë dhe një shembull tjetër. Të gjitha produktet për të parë nivelin e vaj të palmës, pra laboratori më i mirë që ne kemi në Shqipëri, që është ISUVI, që është dhe laborator reference, mund të detektoj që një produkt ka vaj palme, por nuk është në gjendje të verifikoj në çsasi. Pra, në qoftë se ai në etiketë ka të shënuar 3%, a ka vërtet 3%, 13 apo ku diun 33%. Dhe për të kryer këto lloj analizash, çohen jashtë shtetit. Gjithashtu, aktualisht si gjitha analizat të tilla i kryejmë jashtë Shqipërisë. Detekton që ka, por në rastet kur duhet, si vaji, si djathi bebes që u mor në durrës e tjerë. Problem tjetër kemi ne aktualisht deri para viti 2013, në pikat e inspektimit kufitar nuk mund të futej asnjë produkt i mbrojtjes bimëve, le të themi pesticide për teleshikusit, pa kryer analizën për secilin produkt. Pra ti nuk futeshe në territorin e Shqipërisë pa u bërë analiza. Aktualisht, jo vetëm që futem, pra me flet analizën shoqëruse, por ne nuk kemi kapacitete laboratorike për të kryer analizat. Mblidhen këto si pas një plani të AKU-s në harkun kohor të një viti dhe çohen jashtë shtetit. Dhe kur vjen përgjigja analizave pas 6 muajve, rezulton që të gjithë PMB-t që rezultojnë me probleme që nuk përmbushin standardet janë tregtuar. Dhe si mund të përmirësohet informimi i konsumatorëve për sigurinë ushqimore, për atë se çfarë ata realisht konsumojnë? Unë e thash pak më parë që mungesa e transparencës atëherë. Unë besoj që aleati më i madh i shtetit për të garantuar sigurinë ushqimore është konsumatori. Sepse në bazë të denoncimeve që bën konsumatori, ti mund të kapësh në kohë reale problemet. Por konsumatori shqiptar nuk beson më te strukturat të cilat janë krijuar për të garantuar sigurinë ushqimore. Sepse ka mungesë transparence totale. Dhe unë them, unë nuk harxoj minuta apo kohë nga dita ime për diçka që në fakt nuk do të shkoj për qëllimin për të cilin unë po e dërgoj. Është detyrim ligjor, sepse mungesa e transparencës për operatorët e biznesit që kanë probleme me sigurinë ushqimore është edhe një problem për konkurrueshmërinë. Pra, ti nuk e bën tregun konkurrues sepse abuzivët nuk kapen dhe në këtë mënyrë dhe një tjetër që është okej, pse të mos e bëj dhe unë, kur ka probleme, sepse detyrimisht ai që plotson standardet natyrisht që dhe çmimi i produktit do të jetë më i lartë. Por në Shqipëri sot problemi më i madh që ne kemi përveç sigurisë është dhe fakti që ne paguajmë për një produkt që në fakt nuk ka cilësinë për të cilën ne paguajmë. Dhe ky është një problem tjetër që ne mashtrohemi çdo ditë edhe për cilësinë e produkteve për të cilat ne paguajmë më shumë se të tjerat. Edhe njëherë ajo që doja të thosha, nga njëherë kur ne flasim absolutisht në Shqipëri ka biznese shumë të mira, që plotësojnë të gjitha standardet, që përpiqen të kenë të gjitha kushtet, më besoni ka. Por këta operator biznesi nuk duken dhe nuk janë vizibël në treg. Ne nuk i njohim pikërisht për faktin që nuk dalin abuzuesit. Pra, qeveria, institucionet përkatëse duhet të nxjerrin në faqen e tyre zyrtare problemet që ka operatorët e biznesit. Në vendet europiane shpallen në blacklist këto subjekte. Dhe nuk e nevoj fare, sepse unë dëgjoj njerëz që potencojnë fort, jo po të shkojnë në burg, jo po e tjerë. Mjafton që ti nxjerrësh emrin një operatori biznesi, atë e nxjerrë absolutisht del vet nga tregu. Pra ai është gati më mirë të paguaj një gjob të majme dhe ku diun, se sa ti dali emri zyrtarisht, sepse emrat qarkullojnë në studio, në pak atë shumë i dim, zyrtarisht sepse në momentin që ka një problem, ai duhet të bëjë tërheqje në të gjithë
tregun, ashtu si në rastin e specave, Slovenia njoftoi konsumatorin, ta tërhiqte, madje në disa raste kthen edhe pagesën, madje ju tha hidhini dhe ato që mund të keni nga ky lot, hidhini në kosh. Me qënë se mi kujtuat, nga do e kthejmë më parë vëmendjen nga produktet e marketit, nga produktet e fruta perimeve, nga ato të importit, apo nga ato që ne realisht i prodhojmë vetë? Kjo është një pyetje shumë e mirë, në fakt, por unë nuk kam një përgjigje për këtë. Për faktin që këtu duhet ishte një nga punonjësit e institucioneve përkatëse për të garantuar ose për të na treguar që cilët janë produktet më të mira. Seriozisht, për mua, me gjithë ngarkesën e ditës që kam punët e tjerë, është problemi më i madh është çfarë do blej dhe çfarë do t'ju vë në vakte fëmijëve të mi. Po, kjo është pyetja që e bën çdo anvist dhe çdo qytetar shqiptar dhe ku blini juve për shembull? Ku blini portokallin, mollën? Unë blej ku blejnë të gjithë. Pataten, lule shtrydhen, sepse kur shkon në treg realisht edhe i merr i produktet, i çon në shtëpi. Unë blej ku blejnë të gjithë, sepse nuk kam mundësi tjetër. Me gjithë njohuritë e mia përpiqem që mundohem, por jam në të njëjtin treg. Ti je selektive. Përpiqem, jo se bëj në një gjë të madhe, sepse e di ku është problemi me ushqimet. Problemi nuk duket as me sy, as me të shijuar. Ky është problemi më i madh. Dhe ajo që unë do doja, le të shpresoj që duke dashur të bëhemi vend i BE-s, sepse Bashkimi Evropian, shtetet e Bashkimit Evropian, nuk mund të bëjnë kompromis me shëndetin e konsumatorit të tyre, sepse tregu prej 450 milion konsumatorësh, ne në momentin që do t'jemi vend antar i BE-s, do t'jemi dhe ne nuk do kemi nevojë më për certifikata, pra do eksportojmë lehtësisht, do jetë shumë i vështirë për të arritur, sepse sot ne produkte me origjinë shtazore kemi 0, përveç vezës së klasik B, që nuk është për konsum, dhe peshkut fasoneri, dhe këto do duhet, për të mbrojtur, le të themi që Europa, për të mbrojtur konsumatorin e vetë, do të detyrohemi, siç ka filluar, që ne të jemi po aq të mbrojtur sa çdo konsumator evropian. Le të shpresojmë që do vi ajo ditë. Drejt asaj rruge jemi. Nuk e di se sa do zgjasi, besoj që do zgjas shumë, por drejt asaj rruge jemi. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Të uroj ditë mbar. Mirë, ne do të ndalemi tek një apel që vjen pikërisht nga Policia e Shtetit për sa i përket të gjithë